Është hedhur në ambientet e presidencës Shorti për zgjedhjen e 9 anëtarëve të Këshillit të Emërimit në Drejtësi për vitin 2026. Kryetari i KED është zgjedhur Ilir Panda, pasi sipas ligjit kryetari i KED është anëtar përfaqësues i gjykatës së lartë. Për anëtarët e KED, sipas ligjit zgjidhen 2 anëtarë nga gjykata kushtetuese, 1 nga gjykata e lartë që është sipas ligjit edhe kryetari i KED, 1 nga prokuroria e përgjithshme, 2 nga gjykata e apelit, 2 nga prokuroritë e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 1 nga gjykata administrative. Anëtarë zëvendësues janë nga 1 për çdo institucion. Shorti zgjodhi Fiona Papajorgji dhe Mariana Senimi nga gjykata kushtetuese, ndërsa nëse njëri prej tyre mungon, atëherë anëtar zëvendësues është Genti Ibrahimi. Nga gjykata e lartë Ilir Panda do ta zëvendësojë Medi Bici. Gjatë shortit që u mbikëqyrë nga presidenti i Republikës Bajram Beka dhe avokatja e popullit Erinda Ballanca, anëtare nga prokuroria e përgjithshme u zgjodh Alfred Broganoti, ndërsa zëvendësues Anila Leka. Goglat shortuan Ornela Naqellari dhe Iliriana Oldashi mes mbi 50 kandidatëve të gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ndërsa anëtar zëvendësuese u zgjodh Selvie Gjoçaj. Sa i përket anëtarëve nga prokuroria e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, u zgjodhen Altin Bine dhe Afrodita Ndoj, ndërsa zëvendësues Arben Qosja. Anëtarja e 9 e zgjedhur nga gjykata administrative në Këshillin e Emërimit në Drejtësi nga 1 janari deri më 31 dhjetor të vitit 2026 do të jetë Klodiana Veizi dhe zëvendësues Bezart Kaçkini. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është një organ kolegjial i përbërë nga 9 anëtarë me një mandat 1 vjeçar dhe është përgjegjës për vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtësisë dhe kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese.